Sot jemi hipokondriak. Hipokondriak. Po, unë jam hipokondriak. Po të gjithë më meshkujt në përqindje të madhe. Si ndikon, doktoresha, edhe gjendja fizike, edhe tek meshkujt. Flas, më ran flokët, s'jam bukur, nuk ndihem mirë, s'jam dobësuar, jam shëndoshur, nuk e di gjithë kjo gjendje. Shiko, do më pa diskutim që pamja jashtme Edhe nëse vetëm jo tek burrat, po edhe tek gratë, ti përmendim dhe pa gratë. Pamja jashtme është një gjë shumë e rëndësishme që njerëzit domosdoshmërisht duhet ta kenë, prandaj edhe kozmetika dhe të gjitha këto funksionojnë edhe po marrin një ofë shumë të madh, sepse njerëzit e dëshirojnë një gjë të tillë. Po megjithatë, ne kemi parë njerëz të cilët nuk është se kanë ndonjë pamje të jashtme të tillë që domosdoshmë të kenë atë lloj vetvlerësimi, ato vetkënaqësie. Dhe nga ana tjetër kemi parë që janë teje të pashëm, teje të bukur dhe nuk janë të kënaqur me veten e tyre. Dhe nuk janë të lumtur. Dhe kjo ka të bëjë pikërisht me këtë që tham, me mënyrën se si e përjeton, me temperamentin, me kërkesat, të cilat mund t'i kesh kërkesa ndaj vetes, përgjegjshmërinë e lartë që mund të kesh, që mund të jenë mbi normale dhe ato ndikojnë pastaj në gjendjen emocionale dhe mënyrën e përjetimit. Në rastin e fundit që kemi folur bashk, ka qenë madje rasti i personit i cili është arrestuar nga policia, e mbaj mend, i cili kishte vendosur dhe shtëpinë me kamera. Dhe kemi diskutuar në mos gaboj edhe për gjendjen, në mos gaboj kemi diskutuar edhe për gjendjen e posesivitetit. Sa e gjejmë në për shembull këtë pjesën e posesivitetit tek burri shqiptar? Kjo është pjesë dhe e kulturës pastaj, pa diskutim. Është pjesë e kulturës, po që gjithsesi kjo ka filluar të ndryshojë me kalimin e viteve. Nuk është më si gjendje, nuk është më kaq e shprehur se sa ka qenë më përpara. Në kryeqytet nuk është aq. Në kryeqytet nuk është, kurse në zonat e tjera është më e shprehur, pa diskutim. Por ky posesivitet nuk është më shumë thjesht një pjesë e kulturës, se sa ka të bëjë me një person i cili në një farë mënyrë duhet të ketë probleme. Mund të ketë probleme me karakterin e tij, me mënyrën, me personalitetin, mund të ketë probleme me mënyrën e të menduarit edhe shumë probleme të shëndetit, mund të ketë probleme të shëndetit mendor në kuptimin që mund të ketë gjendje psikoze, i themi për shembull. Në gjendje psikoze është të përjetosh, domethënë, të vërtetën, jo ashtu siç është, po në mënyrë të shtrembëruar. Dhe ky lloj perceptimi i shtrembëruar i bën këta që të jenë posesiv. Për shembull në rastin kur ne kemi diskutuar më parë për posesivitetin dhe sjelljen deluzionale që ka pasur ky person, ky ka qenë ndikimi në bindjeve të tij patologjike që domethënë gruaja ishte jo bashkëpunuese, ishte një njerëz që po i thurte plane për ta luftuar, por kjo është një mënyrë patologjike e të menduarit dhe në këtë rast pa diskutim që duhet ndërhyrje medikamentoze. Nuk mund të kalohet kjo thjesht me përpjekjen tonë për ta bindur apo për të folur një orë të tërë me pacientin në një dhomë, kur prandaj themi deluzion. Deluzion do të thotë një bindje e gabuar që nuk ndryshon me gjithë përpjekjen që bëjmë ne për ta ndryshuar këtë lloj bindje. Prandaj sado që të përpiqesh, sado të flasësh me orë të tëra me një person i cili ka këtë bindje patologjike, nuk është thjesht biseda ajo që ndihmon, por është medikamenti i shoqëruar pastaj edhe me psikoterapi.